E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, se çfarë po ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Do të ndalojmë tek marrëdhënia shoqërore mes Eglit, Gjestit edhe Rozanës. Rozana Radi tashmë disa ditë ka shkatruar çdo marrëdhënie me Gjestin, por brenda tyre ekziston një lloj dashurie për njëri tjetrin, dashuri në aspektin njerëzor gjithmonë. Do të thoni ku e ka kuptuar Tironi këtë gjë? Unë e kam kuptuar gjatë momentit kur Gjesti po bënte pallaçinka dhe në momentin që Gjesti bënte pallaçinka, Rozana i thonte aman më qafsh, më jep një 2 pallaçinka sepse vdiqja për bukë, ndërsa Gjesti po buzëqeshte. Do me thënë, në shumicën e rasteve, në përfundim të një bisedës të dy së bashku ka një lloj buzëqeshje. Dhe aty kuptohet edhe tregohet që marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie preferuar nga të dy palët, por në lojë ndoshta edhe përdorin këtë metodën që të shkatrohen, që të shikojnë edhe marrëdhënien e të tjerëve, që banorët e tjerë mos t'i quajnë aleat apo mos t'i quajnë aleanca të krijuara brenda kësaj shtëpie. Por gjithsesi, unë e shikoj vërtet Rozanën që mërzitet shumë në momentin që Gjesti grindet me të dhe zemërohet me të. Rozana i thoshte një natë se sa herë o Gjesti duhet unë të të falë ty, sa gabime bën gjatë gjithë ditës ti në shtëpi që unë duhet të të falë. Rozana ndonjëherë këtë ndjesin dhe respektin e madh që e ka për Gjestin, që në fakt e do si djalin e saj, në atë forme respekton dhe për momentet e bukura që kalonin bashkë dhe për luftën që të dy së bashku po bënin kundërdrejt gjithë banorëve të tjerë, po e vuan brenda vetes së saj dhe në shumicën e rasteve ajo po e komenton këtë largimin e Gjestit edhe mbrëm në Storm Arena në orët e vona të natës. Ajo e quante Gjestin një djalë shumë të mirë dhe një djalë çapkën, një djalë që ka thonte shumë botë të gjerë, që ka shumë dimension në botën e tij dhe është një artist i lindur. Unë mendoj që brenda kësaj loje Gjesti dhe Rozana do të kenë ballafaqime të këtilla, do të kenë zënka të këtilla, do të kenë marrëdhënie të këtilla, por jashtë shtëpisë së Big Brotherit, unë jam shumë i bindur dhe kam një ndjesi kështu brenda meje, më thotë që Rozana dhe Gjesti do të jenë shumë shok të mirë, sepse i lidhen arti, i lidhen kultura, i lidhen bota për muzikën, duke e ditur që Rozana ka një botë të zhvilluar shumë brenda vetes së saj për muzikën dhe besoj që do të jenë shumë miq të mirë, edhe pse shumica dyshojnë për marrëdhënien e tyre dhe mendojnë që ato e bëjnë gjithë këtë në kuadër të interesit të tyre, të marrëdhënies së tyre, por ato duken që janë shumë miq të mirë dhe që vërtet japin shumë emocion të bukur. Tani, apo a i arriti qëllimit Egli që të ndaj Rozanën edhe Gjestin dhe a do të përdoret ky qëllimi përfundimtar mes tyre? Unë nuk e besoj, sepse unë besoj që mes Gjestit edhe Rozanës ekziston një gjë, domethënë që ato janë të afërt shumë mes njëri tjetrit dhe e kanë kështu shpirtërore këtë pjesën dhe jam shumë i bindur që Rozana jashtë shtëpisë së Big Brotherit do të dedikon një tekst shumë të bukur për një këngë të Gjestit, për një nga këngët që Gjesti do të sjellën. Si mendoni ju për këtë raport të ndërtuar që dikur ishte një raport shoqëresk, ndërsa sot është një raport i cili në fakt na prekën pak kur e shikojmë Rozanën edhe Gjestin të përçarë mes njëri tjetrit.